Në zemrën e Dibrës, ku kodrat shtrihen si gardian të heshtur dhe lumen rrjedhin përmes një toke të pasur dhe të begat. Aty ku natyra shtrihet e përkthelu nga dora e Zotit, shtrihet një fshat i madhnitshëm me emrin Zaldar. Ky vend, një perle fshehur, është një thersar i trashëgimisë kulturore, ku çdo këngë, valle dhe instrument tingëllon si një pasqyrë e thellë e shpirtit dibran. E fshehur me smaleve të ashpra dhe pyjeve të alisura të Dibrës, Zaldardha shtrihet një copës parajse ku natyra dhe historia ndërthuren në një harmoni të rrallë. Ky fshat malor ndodhet në verlindje të Shqipërisë, në një zonë të pasur me burime ujore të kristalta, lugina të thella dhe kodra të mbuluara me gjelbrim dhe pyje të dendura të paprekura nga dora e njeriut. Pozita e saj gjeografike ka luajtur një rol të rëndësishëm historik. Si një pikë lidhëse mes viseve të Dibrës dhe zonave të tjera malore, Zaldardha ka qenë një nyje rëndësishme e lëvizjeve tregtare dhe një fortesë natyrore për banorët e saj në kohra të vështira. Rrugët malore që çojnë në fshat janë një sfidë për udhëtarët, por shpërblen me peizazhe mahnitse dhe mirëpritjen e ngrohtë të vendasve. E vendosur në dy anët e lumit Drin, i cili krenueshëm na tregon për të vëndet e trimave dërnjan. Gjithashtu, nafton të zbulojmë magjitë e lundrimit, bukurinë piktoreske të kodrave përreth, freskinë e ujit, gurët e zallit, por edhe ngrohtësinë që falin tokat e punuara e të mbjellura nga banorët të cilët përpos të gjithë virtyteve janë edhe punëtorë të devotshëm. Zaldardha, vendi që thuhet se mori emrin nga një betejë të turqit të cilë u doli dart pikërisht në zall. Emri i mbetur për shkak të qenurit afër lumit me më shumë histori në Shqipëri në lumin Drin. Gjithashtu, ky fshat ka qenë një vendbanim i lashtë. E tregon dhe kuvendi i Zaldardhës, ose siç i thon ndryshe, 15-qja dheut. Kuvend që zgjidhet të gjitha hallet dhe problemet e Zaldardhasave. Shtatë dekada më parë, në 1949, në darë të Dibrës, në këto trojet burra të mequr, trima, të besës e bujaris, nisi udhëtimin e gjatë të bukur, e plot sukses grupi folklorik i Darës Martire, që bëri emër e zuri vend denjësisht në fondin e kulturës sonë kombëtare shqiptare. Në këtë zonë lindën dhe u rritën njerëz që lanë gjurmë në muzikën etnike shqiptare, si Muharrem Xhediku, Aziz Ndreu, Skënder Cala, Liri Rasha, Qerim Sula, Saje Poleshi, Gjelal Qepja, Sherif Dervishi e deri te Brezi më i ri. Dhe pikërisht këta burra, simbol turqisë, trimërisë e mençurisë, do të aukëzonin ansamblin folklorik të Darës me emrin të signifikativ Kuvendi. Ka kaluar më shumë se një gjysmë shekulli dhe këngët e vallet e kësaj krahine kanë ushtuar e janë kërcyer jo vetëm në festivale kombëtare, por edhe në ato ndërkombëtare. Zaldardha quhet djepi i artistëve. Mund të duket e çuditshme, madje babesueshme, por ndryshe nga gjithë vendi ku fëmijët lindin duke qarë, në Zaldardh fëmijët lindin duke kënduar. Pastaj në vazhdim vit pas viti u rrit, jo vetëm me artist, por u zgjerua në tematik, repertor derisa u shndrua dhe u bën një ansambël artistik i mirëfillt. I aftë përkunguar në këtë ansambël profesionistë, në këtë ansambël u formuan artistë shumë të mëdhej, të cilët kanë debutuar me shumë sukses në skenët prestigjioze, jo vetëm kombëtare, por edhe të ndërkombëtare, duke marrë vlerësime e çmime të rëndësishme. Sigurisht, në këtë sukses arritet të shkëlqyet të ansamblit Kuvendit Darës është mundi, djersa dhe kontributi të gjithëve, por rol spikator dhe kryesor pati drejtuesi i këtij ansambli për shumë vite, Gjelal Qepja. Artisti Veli Varnishi e përjetazon kështu: lokomotiva e ansamblit të Darës padyshim është Gjelal Qepja, i cili për nga pasioni nuk kishte shok, për nga organizimi kishte shok të rrallë, për nga talenti ishte gjithanshëm dhe i veçantë. Por nga përvoja dhe përkushtimi është bërë pikë reference dhe si barq i folklorit dhe traditës së sonë, ai ishte enciklopedi e gjallë. S'ka si shpjegohet ndryshe fakti që në këtë vend ka aq shumë artistë në raport me numrin e popullsisë, ndryshe nga gjithë fshatat e tjerë të zonës Dibrës.
ndodhë kështu, jo vetëm për efektin e targimnisë historike qendrëstare ndaj armikut, por dhe efektet e targimnisë kulturore folklorike. Në Zaldar nuk ka shtëpi që nuk ka instrument muzikor, si qifteli, fyll, dajre, daulle e tjerë. Janë me 10 muzikant, instrumentist, valltar, këngëtar, popullon nga Zaldara, që me kontributin e tyre jo vetëm kanë dhënë shfaqjen Zaldar e Dibër, por edhe mbar Shqipërinë, madje edhe në skendat më prestigjioze të Amerikës dhe Europës. Unë gjej rastin në fundmit i falenderoj të gjithë këta artistë që jetojnë e nuk jetojnë më, që këtë ansambl të ngritur kaq me mundë me djers, këto 76 vite ta qenë përpara ashtu siç bën ikonet e artit Dërnjan, Dibran e Mëgjar. I bëj thirrje gjithashtu të gjithë të rive të rejave që jetojnë në Zaldar dhe jo, që të marrin pjesë, të jenë pjesë e këtij ansamblit dhe artin, kulturën, traditën e Zaldar ta qenë më përpara. Faleminderit gjithëve. Zaldardha nuk është vetëm një fshat, por një copës e gjallë e historisë shqiptare, e ruajtur në sofrën e ngrohtë të banorëve të saj. Këtu, ku gatimi nuk është thjesht një zanat, por një art i trashëguar brez pas brezi, ushqimi merr një kuptim më të thellë, një lidhje pandashme mes natyrës, punës dhe shpirtit të malësorit. Aroma e bukës së mistrit e pjekur mbi sashin e nxehur nga zjarri i drunjeve të thatë të shon në një udhëtim kujtimesh. Djathi freskët, me shijen e kulluar të qumshtit të bagëtive të lira, shoqërohet me mjaltin e bimëve që mbledhin nektarin nga lëndinat e halisura. Përsheshi me mish pule, i zbutur me lëngun e ngrohtë të pasur, të kujton duart e buta të gjysheve, që e përgatisnin me përkushtim në pragdimër. Flia, një kryevepër e durimit dhe kujdesit, gatuhet ngadalë shtres pas shtrese, ndërsa në ajër përhapet aroma e brumit të përzier me djathë të qumësht. Qervishi, një gjellë e thjesht por e ngrohtë, qëndron në qendër të sofrës, ndërsa gotat mbushen me raki rushi, duke mbajtur gjallë bisedat e këndshme dhe të qeshurat e hareshme. Në Zaldar çdo pjatë është një rrëfim, një këngë e vjetër që përshpëritet mes gështenjave shekullore dhe burimeve të kristalta. Këtu, në këtë vend, ku tradita dhe shija ndërthuren me njëra tjetrën, ushqimi nuk është thjesht ushqim, është kujtim, është dashuri, është vetë jeta. Dasmat në Zaldar nuk janë thjesht një kurorëzim i dashurisë, por një ngjarje madhështore që bashkon familjen dhe komunitetin në një festë të pasur me rite zakone të trashëguara brez pas brezi. Çdo detaj i kësaj ceremonie është i mbushur me simbolik dhe emocion, duke nisur nga fejesa e deri tek përcjellja e nusës në shtëpinë e burrit. Fejesa është hapi i parë ku familjet takohen dhe vendosin për martesën e çiftit. Pas kësaj fillojnë përgatitjet, ku familja e ëndrit kujdeset për blerjen e pajës, ndërsa ajo e nusës përgatit veshjet dhe stolit. Krushqit shkojnë në shtëpinë e vajzës, ku zhvillohet një ceremoni emocionuese. Nusja e veshur me rroba tradicionale dhe e stolisur me monedha argjendi del nga shtëpia me lot gëzimi, ndërsa familja i jep bekim për jetën e re. O mirë se na erdhe, festa e mikpritjes. Një nga festat më të veçanta të Zaldardhës është O mirë se na erdhe, një ngjarje që bashkon banorët e zonës me ata që janë larguar, duke ruajtur traditat dhe pasuritë kulturore për brisat që vijnë. Kjo festë është një testament i fuqishëm i mikpritjes dhe lidhjes mes njerëzve, duke pasqyruar thelbin e jetës në këtë trevë malore. Në Zaldardh, çdo festë, çdo këngë dhe çdo valle është një mjet për të ruajtur dhe ndarë pasurinë e një kulture të lashtë dhe të begatë, një kulturë që vazhdon të jetojë dhe të frymojë mes maleve dhe grigjave të Dibrës. Përshëndetje Drilona. Përshëndetje të gjithëve ju trive dhe trejave të krahinës së Zaldardhës. Zaldardha, djepi i kulturës. Përse quhet djepi i kulturës?
Përveç meritave të tjera, Zaldarda njihet në folklor dhe në artist, që kanë bërë emër në të gjithë trojet shqiptare si dhe në diasporë. Jemi me fat që kemi lindur në një krahin të tillë, sepse të parët tanë na e lanë si pasuri këtë folklor, kur ne na del si detyrë ta çojmë përpara e t'u alën brezave që do vinë. Me këtë rast, dua t'ju them që dhe ju del si detyrë që të përfaqësoheni denjësisht në për aktivitete të ndryshme me folklorin e krahinës. Njëkohësisht, jam e nderuar që më jepet rasti të përshëndes shkollën e mesme të Zaldardhës dhe t'i uroj suksese në rrugën e dijes. Përshëndetje të gjithëve, nga unë Angelina. Jam shumë e lumtur që po regjistroj këtë video të shkurtër për nxënësit e shkollës ku kam kaluar fëmijërinë. Jam shumë krenare për ju. E kam ndjerë së largu energjinë tuaj, dëshirën për të bërë gjëra të bukura, për ta vlerësuar dijen, artin, të bukurën dhe artistët të cilët kanë kontribuar për Zaldardhën. Ju them që ju jeni artistët e vërtet, ju jeni ata që keni fuqinë, që me pasionin tuaj, me dashurinë për atë që bëni, por mbi të gjitha me emocionet tuaja të vërteta, ta bëni një vend të vogël në hartë si Zaldardha të duket akoma më e jashtëzakonshme se sa është. Ju përgëzoj fort dhe ju dua.